Ku ke mjedhin e projt? Drejt e rapi atje përballë tek pasoja atia. Atje ishte gryt e projt që ka qenë rrjedha. Po jo ka mundësi vajzanice. Na shqiptar komplet e bllokuar familjet këtu. Të qajin drejt aty, ruajnë zalli, dëmtojmë ne. Dhe pa cënuar asgjë, vetëm një prit të bëhej aty, siç është tani bukur. Po zotri, ju jeni banor? Jemi socialistë. Po, jam tu në shtëpi me familje. Si është situata? Situata është si mos më keq. S'ka ku të vej më keq. Ka arritur shumë gjendje kritike për shtëpinë dhe nuk çan kokë asnjëri. Kemi marrë disa herë kryetarin e bashkisë, kanë ardhur ekspertë, inxhinier, edhe vinë sa për të përcjell, sa për thjesht bëj thashë me kot llafe në ajër. Asnjë lloj shprese apo Si kanë qenë këto 2 ditët për juve? të merr. Kemi ngelur tër natën e Perlis, rrini me makina, me dritat e makinës ndezur, makina ndezur, sepse ruanim të bjerë tani e të bjerë pastaja, që të ishim nga dishmëri. Se ku e di gjendjen e projt, nuk parashikohet ai prua. Ky prua ka qenë kështu edhe vite më përpara apo situata është përkeqësuar tani? Ky si prua ka qenë i përkeqësuar dhe më përpara, po ka qenë shumë larg nga banesat tona. Se ne kemi 30 vjet, plus kemi një ditë e 2. Dhe me ndërhyrjen e këtyre firmave private që merren me këto zhavor inerte këto, sposto dhe ka kthyer drejtimin e projt, ta shikosh dhe të bësh dhe filmim, ku e ka drejtimin projt, nga vjen edhe ku është kthyer. Po firmat çfarë ndërhyrje bëjnë konkretisht tu? Çfarë ndërhyrjesh kanë bërë? Kanë hedhur inerte. Kanë zë grupin e projt edhe kanë hedhur inerte duke devijuar rrjedhën e projt. Si është situata e zonjë të banesa juaj? Situata është siç e shikoni dhe vetë përojnë, lumin që ka dalë, është shumë në rrezik, jemi në rrezik. Ne kemi bërë kërkesë në bashki, kanë ardhur përgjigjet, po gjë nuk po bëjnë. Do të thotë kam edhe dokumentin e kërkesave. Dhe ne kërkojmë ndihmë nga bashkia, ndërkohë kanë ardhur dhe përgjigjja e tyre ka qenë që kur të vitë themeli shtëpive, atëherë do vinë të ndihmojnë. Po andiheni të rrezikuar ju, çfarë dëmesh ju janë bërë aktualisht? Aktualisht rrethimet e shtëpive, kishim një kasove të baktive, na ka rënë. Ti zonjë ku e ke shtëpinë? E kam aty para. Ndjesh e rrezikuar? Po, ndihem se lumi pret këteja, nuk pret poshtë. Prandaj jemi shumë të rrezikuar, kërkojmë ndihmë nga shteti. Sa herë jeni ankuar? Jemi ankuar disa herë. Dhe na është kthyer përgjigjja dhe nga prefektura, edhe nuk di, do ndërhyjmë tonë, po se ku do ndërhyjmë nuk e di. Keni pasur frikë gjatë këtyre ditëve? S'kemi fjetur fare atmante që ishte rrëmbimi i madh. S'kemi patur frikë. Kemi patur frikë shumë. Sa afër e keni ju projnë nga banesat? Është 20-30 metra. Këto ka rëshqitshme, shket? Po, shket, to ka në viti në vit, edhe në behar ajo tani do bjerë, bë, bjerë dhe ti.